Në rrugën Latif Jaka në Gjakov, gjendja rrugës paraqitet e rënduar. Banorët thonë se problemi ka nisur pas disa intervenime në tokë, ndërsa pas punimeve rruga është lënë e dëmtuar dhe nuk është riparuar më. Jo. Arsyeja është se këtu janë dy gypa. Një gyp plastike që kemi pru të ri dhe një gyp i vjetër. Çaj gyp i vjetër shto vjet për vjet shpërthen. Ne kemi thonë që ndërpreje këtë gypin këtë rrugës, se kërkur s'me rruj, ata apet e lojnë dhe vjet për vjet e bojnë që të marri. Tashti në asë mujë me donë me kërë, asë në ku. Për shefni që shallo që tje, s'kemi mujë me donë, kemi vesh qizmet. Se kur mush kajtë, kjo piktuj të atje kur mush të lëqë. Kumnova tregon se gjatë rreshjeve situata përkeqësohet dukshëm, duke e bërë të domosdoshëm intervenimin e institucioneve përgjegjëse. Për çdo vjet që kjo e keni qëtërat, duhet më shku më në kuna, herë të rëtaniq, herë të kujtore i mikon, e vinë e nëqin, po kjo apet përsëritës është gypi vjetër. E këto kërkosht të këmë në gypi vjetër, këtër është gypi ribi plastikës është këto, e pëse këtë e bojnë këtë sëtatë nuk e di. Me nëjsh me bo qësh duhet, qësh o konë për më mujtë më nkalu se asë, tashti në konë për dhe një dy qësh tashti, me kërësu ndarin këto. Ose në advinë vetë, apo të këshina mujnë me dalë me kërra jo. Sipas tij, e njëjta situatë është përsëritur edhe viteve të kaluara, sa herë që janë kryer intervenime në këtë zonë duke lënë rrugën në gjendje të keqe.